Dua të flas pak edhe për situatën aktuale të botës. Ju them shpesh, lutuni shumë. Shanset e përshkallëzimit të luftës me përmasa të gjera po shtohen çdo ditë më tepër. Lutuni Zotit Madhrishëm që ai të na ruaj nga pasojat e tmerrshme të luftës. Sepse tashmë Izraeli e ka sulmuar Iranin dhe lufta ka marrë përmasa të rrezikshme. Qeveria e Izraelit do të dëshiroj që një nga një të dëmtojë të gjitha shtetet islamike. Megjithatë, shtetet islamike janë në gjumë, janë të zhytur në zhvillimin material dhe në preferencat e tyre të tjera, dhe nuk arrin të kuptojnë se çfarë do të ndodhë. Muslimanët nuk kanë më as veprat, as nuk kanë gjendjen e tillë shpirtërore që t'i kushtojnë vëmendjet e lutja. Shtetet islamike as nuk mund të imagjinojnë dëmin që po i pret ato në këtë gjendje të tyre. Allahu u dhën të mend që ato të angazhohen për të krijuar bashkimin e tyre, në vend që të flasin se filani i përket këtij sekti e filani atij sekti tjetër, ndaj nuk duhet ndihmuar. Të gjitha shtetet janë në rrezik, sepse tashmë është ajo al-kufru millatun wahida. Pra mohuesit tashmë janë bashkuar dhe janë bërë një umet i vetëm, andaj edhe muslimanët duhet të bëhen një umet i vetëm. Vetëm atëherë do të mund të shpëtojnë, rrugë tjetër për shpëtim nuk ka. Allahu u ruajt nga dëmi i madh çdo të pafajshëm dhe çdo kënd që po i bëhet padrejtësi. Ne duhet të kushtojmë shumë vëmendje lutjeve. Allahu na mundsoft ta bëjmë këtë.